Thash pse mos bëj një gjë me lule që jetojnë përgjithmonë. Është vetëm me lule të rritura në Shqipëri. Jemi rreth 16 veta, goca e gra. Ta mendosh se ti ke një copës të tokës Shqipëri aty në Mor, në një vepër arti. Lunaria bën 7 vite në maj, me 31 maj është themeluar. Si ide ka ardhur shumë spontanisht, them drejtën, po kërkoja për të hap një biznes timin, kisha disa ide. Por s'po i gjeja vetën, rrotullohesha vetëm te lulet, duke qenë që i dua shumë lulet. Po thoja, okay, lule ka, një nga kushtet që kisha kryesore ishte të ishte një gjë që ishte risi në treg. E doja shumë këtë gjë. Dhe për ditëlindjen e konatës i dhuroj një buqet me lule. Kur e shoh atë buqetën që doli shumë e bukur, më thot Vjera që wow, ka dalë yll kjo buqeta. Dhe shoh foton aty, thash, sa gjuna, për 3 ditë do hidhet plera. Dhe kështu lindi ideja. Thash, pse mos bëj një gjë me lule që jetojnë përgjithmonë. 2 vitet e para vetëm kam bërë trajnime, kurse, gjatë gjithë kohës kisha dhe pasiguri, thoja klientëve nëse s'të pëlqen ktheje, teori të cilën e kam akoma, për vetë faktin sepse kjo është një gjë që ti e blen për të kënaqur shpirtin, e them unë, të të pëlqej, ta duash sa herë ta shohësh, dhe gjithmonë i them nëse s'ju pëlqen, kthejeni. Por nuk më ka ndodhur deri sot ta kthej klientët të drejtën, dhe kjo tregon, është një shenjë shumë e mirë që mua më motivon për të vazhduar gjithmonë më shumë për të krijuar dhe të punuar. Kur e nisa ka pas shumë sfida, se kisha 2 fëmijë të vegjël, çuni 2 e gjys, goca 1 muajshe, dhe ndërtova një biznes me 2 fëmijë. Nga pasioni dhe dëshira që kisha vetëm për ta parë këtë gjën siç unë e kisha në mendje, se në momentin që ti ke një vizion, e ke shumë të lehtë për të punuar, për të shkuar aty. Dhe isha gjatë gjithë kohës që, okay, s'ka gjë, gjitha sfidat mundohesha ti kaloja me sportivitet. Pas një viti që ishte krijuar Lunaria, doja të hapja një dyqan, butik. Por s'doja të ishte një butik tipik, sepse të gjithë njerëzit e kanë pak stepen për të ardhur, për të parë lulet, pjesën e artit. Okej, thash, pse mos ta bëj dhe kafe? Dhe futa konceptin një coffee shop brenda një flower shopi. Dhe u kriju Flower Cafeja, i cili është një ambient ku njerëzit duan të ndihen si në shtëpi. Të vinë, gjejnë vendin e tyre, të pinë një cappuccino me shihet trëndafili, çajrat me lule, të punojnë. Dhe pse jo, të shohin veprat e artit dhe ta vizualizojnë hapësirën e tyre, në biznesin e tyre, për një dhuratë. Do të thënë, ky është i gjithë koncepti i Flower Cafes. Kemi dhe pjesën që njerëzit krijojnë vetë, mund të vinë, krijojnë diçka me lule gjatë kohës që pinë, kalamajt, kemi ato që rrinë gjatë gjithë kohës, argëtohen. Kjo është i gjithë koncepti i Flower Cafes, që aktualisht jemi edhe në Prishtinë, nga Tirana, thash, full concept, dua ta hap në një vend që unë kam dhe ta afër, dhe jemi po ne, dhe nuk është Shqipëria, po është Kosova. Dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Të gjitha, sidomos tradita, se pjesa tjetër ana artistike që janë gjëra kompozime të ndryshme, kanë dhe lule të cilat blihen jashtë. Por tradita, veçanërisht tradita, e kam pas që ditën 1 dhe më është dashur shumë kohë të punoj për këtë gjë, është vetëm me lule të rritura në Shqipëri, të mbledhura në malet e Shqipërisë, në fusha, dhe është gjithë periudha e pranverë-verë, ne jemi punishtë si ato bletët punëtore që vetëm mbledhin lule dhe pastaj fillojnë përpunojnë punishte për të sjellë vepra arte. Kur e kam nisur, sigurisht e kam nisur vetë, duke eksperimentuar çdo gjë, shmontova çdo kornizë në shtëpi, që për ta parë këtë gjën, a është e bukur as është e bukur. Dhe them drejtën, po mos ishte im shok që më motivonte, shumë e bukur, mund edhe ta kisha lënë. Sado unë gjeta pasionin tim. Punishte aktualisht kemi vajza dhe gra që punojnë. E kam kuptuar që jam shumë feministe, nuk e dija, por me Lunarin e kam zbuluar që jam shumë. Dhe e kam shumë të rëndësishme të kem vetëm goca gra dhe mundohem gjithmonë të suportoj me aq sa unë kam mundësi, të bëj maksimumin. Aktualisht, nëse është në gjithë Lunarin, jemi rreth 16 veta, goca e gra. Por në punishte janë në 9-10 veta. Koleksioni Tradita doja të sillja traditën tonë, veshjet tona, në mënyrë më artistike të mundshme, midis një moderneje dhe pjesës së traditës. Dhe tek pjesa interiorit, prandaj kam zgjedhur background gjithmonë zezën, sepse dominon lulja, prezantohet më bukur, po sigurisht mund ndryshohet sipas kërkesës klientit, se bëjmë dhe personalizime. Por koleksionin e kemi mbajtur te kjo linjë sepse duket më bukur, mendoj. Por kushdo është i lirë ta kërkojë si çka dëshirë. Idenë e Traditës e kam pas që në 2019 kur u themelua Lunaria.
është ai sirtari 2019 që vazhdojnë akoma të pambaruara të gjitha ato që më erdhën në përmendje. Por u hap Florë Kafeja dhe Florë Kafeja më mori shumë kohë, derisa të stabilizohej për të vazhduar si një biznes pa pas nevojën time. Kur nxora traditën, unë e kisha shumë vite në mendje dhe mu duk një gjë e nxora, thjesht e bëra. Domethënë ajo që përpiqem bëj është çka kam mendje ta nxjerr ta shohim. Dhe të gjithë ishin wow, çka ke krijuar? Mua më duket sikur s'kisha krijuar ndonjë gjë, okay, gjë normale. Kur bëra ekspozitën e parë ka pas shumë sukses. Domethënë kam pas intervista pafund, çdo ditë isha nga një televizion në një tjetër duke bërë intervista, saqë thash o zot sa e lodhshme që nga kjo gjëja. Më pas ekspozitën time dytë e kisha në Zvicër me një organizat Çapen që më ftuan dhe realisht i falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse për gjithë suportin që më kanë dhënë mua si artiste për të më promovuar në tregun zvicerian dhe pas asaj, kam ekspozitën time tretë me datë 10, 11 dhe 12 prill, do jem në Louvre në Paris. Tradita kur është lançuar dhe vazhdon aktualisht, porositet masivisht në Amerikë, në Gjermani, sepse përveç dizajnit është dhe ajo pjesa që ti merr lulet tokës tënde. Dhe kjo ka qenë ajo gjëja që unë doja, sepse realisht ta mendosh që ti ke një copës të tokës Shqipëri aty në mur, në një vepër arti, është ajo gjëja që dhe kjo ishte ajo gjëja që unë doja ta krijoja. Dhe mbase nga shkolla që kam përfunduar, se unë kam mbaruar inxhinieri matematike, dhe unë nëse gjëja nuk ka përfundim, nuk mbyllet, nuk më make sense. Dhe dua çdo gjë të jetë në detaje për çdo gjë. Dhe Florë Kafeja kur u krijua si koncept, ideali do kishte qenë të kisha bërë gjithë në ngjyrë betoni. Që dhe ajo lidhet me konceptin, por zgjova të bëj ecurinë e lules lunaria, interiori pink dhe i bardhë, sepse lunaria në jetën e saj, domethënë gjatësinë e saj, lind e njom, që është roz, dhe kur thahet është e bardhë, prandaj dhe interiori ka këto dy ngjyra. Nga gjithë punimet që kam krijuar, Shqipërinë se kemi për momentin, sepse na është shitur, jemi duke e krijuar. Pjesa më e veçantë dhe kur më lindi si ide dhe si dizajn që e krijuam më pas, ishte të kishim veshjet e gjithë krahinave që formonin hartën e Kosovës, hartën e Shqipërisë etnike dhe Shqipërinë. Dhe kur arritëm të realizonim, sigurisht është një gjë shumë e bukur që unë personalisht e dua shumë, gjithë pjesën e konceptit. Hej, unë jam Ursiana Ajdini, themeluese e lunaria.eu, e cila krijon art me lulet e thara.